Zonë njërzit në ko rekord, karton, karige, ngroset, e ringritëm, brënda 2-3 orëve, për ta përbaur barbarin e shërbëtorëve të Edi Ramës. Sot jeni dëshmitar të disa fakteve që unë do i rendis. Së pari, të faktit që qindra policë erdhën në një protest që në këto 28 ditë nuk ka thyer asnjë lule. Këtu sot kishte një numër të konsiderueshëm qytetarësh i cili po vjen duke u rritur nga dita në ditë, nga java në javë. Dhe kjo sigurisht që e ka lebetitur Edi Ramën dhe gjithë shpurën e tij. Dhe në këto ditë ftohta me shi, ne sigurisht që ndërtuam dhe 2 çadra, siç i ka ndërtuar Edi Rama dikur. Edi Rama i ndërtonte në rrugë, pengonte edhe trafikun e Tiranës. Ndërkohë që ne i kemi marrë nëpër masat atyja që të mos pengojnë as trotuarin. 300 policë ka sjell. Dhe janë aq skutha sa nuk erdhën ta bënin kur që populli këtu. Po erdhën kur ne ishim në një numër më të vogël dhe në një mënyrë barbare, me dhunë, kundër çdo rregulli dhe norme, i kanë shkullur duke dëmtuar shumë prej nesh, kanë arrestuar, kanë shoqëruar shumë ata, po kanë arrestuar 4, 3 nga aktivistët, qytetarët, ndodhen në spital. Nuk i them këto për të trëmë njeri, po i them këto për të kuptuar se në çfarë kosh jetojmë dhe përballë kujt jemi duke luftuar. Kjo nuk është një betejë thjesht e Adriatikut apo e këtyre që janë këtu tashmë. Kjo është një betejë e të gjithëve atyre që jetojnë në këtë vend. Se kur këta e bëjnë këtë hapur ditën për diell, publikisht imagjino ç'a ndodh me ju. Nga ana tjetër, kam një konstatim për median. Për median që për tallava nuk ndalet. Për median që edhe sikur të ndrojnë modelin e flokëve, ndonjë nga këta të politikës së vjetër, ndonjë nga këta që kanë vjedhur Shqipërinë, do bëj 7 emisione, 10 kronika, 30 live. Nuk e gjeti me vend të ishte këtu dhe të pasqyronte dhunën barbare të pushtetit e Edi Ramës. Dhe kjo tregon gjendjen në cilën ndodhet vendi. Sot është dita e 28. Kemi bërë 27 net, kemi hyrë te 28-a. Pa ndërprerje. Sigurisht që Edi Rama nuk e ka menduar që unë do rezistoja ka gjatë. Nuk e ka menduar që njerëzit do marroseshin në thonjza dhe do vinin të flinin këtu. Sepse ai e di mirë sa e vështirë është që të flesh në rrugë. Se ka organizuar dikur vetë atë çadrën e famshme. Dhe ishte drejtuesi një partie të madhe, që kishte një pjesë të madhe të bashkive kryesore të vendit e me radhë. S'po them për parat, se parat e dini vetë ju. Me lepra e me ashtu e me kështu, i dini vetë ju. Jeni më të vjetër se unë një pjesë. I dini ju parat e Edi Ramës dhe të këtyre. Dhe është shqetësuar shumë dhe nuk na lejon ne të vendosim çadra këtu për të qëndruar. Dhe erdhën dhe na morën në mënyrë barbare, çfarë gjetën para. Po ishin aq të paaft sa sot është shmangur një tragjedi vetëm nga Zoti, me thënë drejtën, sepse mënyra si i tërhoqën ato plasmasat brenda kishin bombë gazi, mund kishte ndodhur në çdo kohë një shpërthim. Mund t'je vrar vetë ata, se janë dhe të paaft. Do me thënë hynë si militant nga partia në punë dhe çdo gjë lidhet me partinë. Mund kishte ndodhur që të kishte plas një bombë gazi, mund t'je vrar vetë policët. Kaq të paaft janë, kaq jo procedural, kaq jo kaq pa përgatitur janë. Dhe ne ndodhemi këtu sot, prap, sepse ne jemi të bindur që kjo që bëjmë është rruga e drejtë, është kauza e drejtë, është kauza kundër hajdutëve. Sepse ne këtu nuk jemi për sport, ne këtu nuk jemi për kashjullëk, ne këtu nuk jemi për teka, ne këtu jemi sepse prindërve tanë u iku jeta. U iku jeta në tranzicion, ndërkohë po na ikën dhe ne jeta. Në tranzicionin e këtyre njerëzve që nuk u ngopën duke vjedhur, që pas i japin koncesione me 100 milion euro, nuk i hedhin rrugëve as krip që të mos përplaseni, që pas i kanë marrë koncesione në shëndetësi pa fund, nuk blejnë as ilaçe që të gjeni ilaçe aty në spital, të një vendi që ka më shumë se gjysmën e popullsisë jashtë,
e që vazhdojnë ikin për ditë të një vendi ku kapen gafil duke vjedhur dhe nuk mbajnë përgjegjësi për kundrazi, gjejnë forcën e kurajon të dhunojnë njerëz që protestojnë me dinjitet kundër babësisë. Ja, ky është realiteti. Realiteti një vendi ku ata që duhet ishin sot në akuz. Ma e pa kuja djetë, lutem. Si unë. Skaqe. Faleminderit. Ku këta që duhet ishin sot në akuz, këta që duhet u vinë e turp të dilin në rrugë të këtij vendi, këta që duhet ulnin kokën dhe duhet ambulonin nga turpi, se kanë vjedh barbarisht, këta që inkurajon të vinë me 300 polic, të dhunojnë njerëzit që thonë pse na keni vjedhur, dhe ndërkohë shoqëria është, si që eshti kur u prishën shtëpitë e Thethit, si që eshti kur u përmbytën fushat dhe serat e Dimalit, të Fierit, të Lezhës, si që heshni gjithmonë. Kjo nuk është problemi im, as i këtyre djemve dhe vajzave. Këta janë erojnë për në sytë e mi, janë kurajoz, janë njërës që po luftojnë përballë një regjimi hajdutësh, i cili sot nuk duhet gjënde vrim miu të futej, për shkak se na ka vjedhur. Por sot, për shkak se ju rrini, ata dalin me punojës policie që i keq përdorin për të na shtypur, për të na ulur dinjitetin, për të na vrarë guximin, për të na larguar nga ky vend, për të dhënë për këdo mesazhin që ne bëjmë çfarë duam, ne vjedhim sa duam, thon ata. Asgjë nuk na bëni dot, thon. Ata bëjnë çfarë të duan, vjedhin sa duan dhe shoqëria nuk guxon të bëjë gjë. Ky është mesazhi që duan t'i japin ata. Mesazhi që janë zot të këtij vendi. Mesazhi që asnjë nga ju s'bën dot gjë. Mesazhi që o do nënshtroheni o do ikni. Por jo. Unë jam këtu ende. E rindërtuam çadrën ton. Dhe po qëndrojmë të palkundur përballë hajdutëve, përballë atyre që një ditë jo të largët do të ikin nga ato zyra dhe do të jenë modeli më i keq dhe turpi më i madh i këtij vendi. Por nga ana tjetër, secili nga ju duhet të çohet për veten, duhet të reagoj se nuk mjafton të qani kur u prishin shtëpinë, pasi atë çast shoqëria nuk dohet aty për ty, siç nuk ka qenë. Nuk mjafton të ulë rastësh e maukosh kur të prishin vetëm ty lokalin, sepse atë çast tu prish Terezia aty, sepse shoqëria nuk do të jetë siç nuk ka qenë. Nuk mjafton të çohesh kur të bëj një padrejtësi, kur manipulojnë provat, kur japin të drejtë të fortit, ndërkohë që të drejtën e ke ti, sepse atë ditë shoqëria duke të parë, duke bërë se hir, sepse ti nuk u çove për shoqërinë, për veten, për ligjin, për rendin, për demokracinë, për garën, për shtetin. Dhe kjo është diferenca. Nëse secili nga ju bën llogaritë e vogla, mendon vetëm për veten, mendon vetëm për rrogën, mendon vetëm për shtëpinë e vet, oborrin e vet, legalizimin e vet, një ditë, në një mënyrë ose në një tjetër, do të jeni subjekt i kësaj dhune, që u dhunon që nga ushqimi që hani, i cili është me pesticide, me hormone, kancerogjen. Dhe këtë e vërteton fakti që nga 700 vdekur në vit, nga 700 sëmurë në vit me kancer, në vitet 90, kemi arrit në 7500, edhe pse popullsia është përgjysmuar tash. Sepse ti e kujtuar vetëm kur ke hauin ti. E nëse kujtohesh vetëm kur ke hauin ti, mishin do të hash me hormone. Ato fruta perimet do t'i hash me pesticide. Shtëpin do të vinë të ta prishin kur duan ata, dhe askush nuk dohet aty për ty, siç nuk kanë qenë. Lokalin do të vinë të ta marrin, dhe askush nuk dohet për ty, siç nuk kanë qenë. Pronën do të vinë fortët, do të ta vjedhin, siç ta kanë vjedh, dhe askush nuk dohet aty për ty, siç nuk e qenë.
Fëmijën do ta largojnë nga ky vend, këta siç ta kanë larguar, apo siç i largojnë çdo ditë. Dhe askush nuk do thotë gjë, sepse dhe ti nuk the gjë. Pra dheun, për shtetin, për kombin. Sepse mendove rrogën, mendove hauin, mendove që do më procedojnë, mendove që do më shojnë ashtu, do më bëjnë këtë, do më bëjnë atë. Dhe ti ke frikë. Frikë për çfarë? Frikë të thuash që nuk duhet na vjedhin. Frikë për çfarë? Frikë të reagosh kundër hajdutëve. Për çfarë ke frikë? Të thuash që duhen pensione më të mira dhe lekët nuk duhet i vjedh Belinda Bauku? Për çfarë ke frikë? Të thuash që na duhen subvencione në bujqësi dhe na duhen shpërblime dëmesh për përmbytjet që na e bërë dhe lekët nuk duhet i vjedh Belinda Bauku? Për çfarë ke frikë? Të thuash që na duhen tunele me hekur dhe lekët nuk duhet i vjedh Belinda Bauku? Për çfarë ke frikë? Të thuash që na duhen ilaçe në spitale dhe të mos habi më GoFundMe, e të mos ve më, e të falemi në kisha e xhamia kur kemi hao. Aty të falemi. Po jo për të kërkuar lek, po për të kërkuar mëshirën e të Madhit Zot. Lekët duhet i kërkoni te shteti, te skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Dhe kjo të ndodh, duhet që të luftohet përballë hajdutëve. Pavarësisht nëse e kanë emrin ashtu apo kështu.